jemi në Mitrovic. Rreth 75 votime me numër të vendvotimit që përkatës. Që i thot veti kryeministër, orë pejmë Prishtine, ka orë këtu të natën, të ditën a dite, me gjipa të zi. Printer të gabum që printon gabimisht nuk ka. Këtu është një sherr më i madh në këtë lojë që po luhet. Numrat serik, nuk mundet printeri mi gabu. Rreth 75 votime me numër të vendvotimit që përkatës, në bazë një verifikimit fillestar, jo përfundimtar, kështu që në matutje shumë deri nëse do të ketë edhe një verifikim tjetër ose nuk e dim, po është organet tjera që Printer të gabum që printon gabimisht nuk ka, nuk ekziston. Do me thonë, ju prononcojeni se nuk është gabim i printerat. Ka shanca me pas gabim të printerave asnjë kompani në botë. Printeri punon me sistem binar, me 0 dhe 1, gjuhë programuese. Këtë kompjuterat, këtë telefonat punojnë me atë kod, 0 dhe 1. Nuk ka gabim. Kur jepet komanda për gjenerim të një numri serik, ajo gjeneron numrin serik. Të printeri janë 2 proceset që kryen. Vendoset dizajni prej fotomontazherave, që janë fotoregjizorë dhe fotomontazherë që bëjnë dizajnin e fotos, që dojnë më duk, kërkesat e komisioneve të ndryshme të logos partive që përshtatën, mirën logot klishe që kanë në PDF, formatin zyrtar, sa ato nuk guxojnë nga përdor partijes politike apo një biznesit të caktuar ose kuj do të qoftë pa ja dërgu kompania logon e vet, në formatin që kërkon kompania printuese, që do të thotë krejt këto i ka kryer komisioni zgjedhor. Besoj 1 miliard %, 1 miliard po 3 miliard biliona herë % që këto i ka çu komisioni pavarur atje direkt komplet këtë në rregull, ndërsa sa i përket numrit cirik, me provën isha duke biseduar. Ne kemi disa formular të kompanisë tonë që dërgojnë për instalime. A ju ka ndodhur ndonjëherë? Kur njët, kur. Këto janë privat, sani më thjesht, që edhe me gabu të këto janë 3 kopje që nuk ndodh, po këto më pyetje edhe pse janë 3 kopje. Kjo është 733. 734. Mundesh me verifiku. Edhe gjani më thjesht, po këto është kodi i printerit, sigurisht zgjedhjeve. Po. Që nuk ka shansa, që ky kod me të ndryshu ty në çdo gjë. Këtu përjashtim është printeri i zgjedhjeve, se në anën tjetër vendoset që ky kod dhe nuk vendoset me dalë në 3 letra. Do të thotë vendoset me çan çështu që. Edhe çekja, ti e merr kopjen që kena, ty tjetë kodi që kena. Nuk mundet që tu, masi ti 733-shit, me dalë numër tjetër. Nuk mundet. Sepse në sistemin binar, në 0 dhe 1, del X, kur del X, bëhet black që ke faqe. Edhe nuk mundet më printu, del gabim, kontrollohet printeri. Ndrohet koka printerit nëse pas ka dalë prej formatit. Po nuk ka shansa e me thonë si që ky pëta bën një sen gabim. Gjdo njeri më thjeshtin në këtë botë, që ku shka me blenë një blok paragon, blok dëftes në kena thonë për para, që për me marrë me evidentu kujnë e adhash qëta ose kitë qëta. Edhe në të ty t'ka shkru. Po nasi kompani që përësitu me mija cuk, qëto, që ku e ki, pasën e pare. Meren, 006-700. Që është spasja funit? Ashtë, që do, të lutëm, 006-732? Po, është 006-732. 732. Bloki pasus, pas ti. Fillon me kodin e prodhimit, 006-733. Po. Nuk ka shanca. Po do me thonë atje kishim 732, këtu e kemi 733. Pas tina, kur printohen qëta nga 25 flet, nga 50 flet, ka shkojnë me numër serik. Nuk ka shanca me gabu. Edhe qëta, kur është prodhu e ka ndohë fabrika tjetë rak, e ka do qitë pjesë, ka vazhdu fletat
tjera me ren, pa gabu, janë me mija bloka që i prodhojmë. Do me thonë, pa ndonjë... Nuk ka gabim. Këtu është një sherr më i madh. Në këtë lojë që po luhet. Do të edhe unë dje bilem edhe në bashkë bisedim në emision që e patëm me moderatorin e art debat me Ridin, ngrita dyshime dhe nuk jem pajtu me spjegimin që e dha edhe kompania në Sloveni edhe KQZ-ja që është vetëm gabim teknik. Do tash po del që edhe ky gabim teknik, edhe nëse ka ndodhur koka i qëllimshëm, se jo që sistemi ka mujt me gjeneruar. Edhe Nissan, shikusit, që kanë me ndjek. Ma shumë kjo ka të bëjë, kjo allakom ka të bëjë. Shikone, kjo është prodhimi i fabrikës, shtyp shkonjës të në Prishtinë, të 3 ngjyrat, letrat janë të njëjta. Aty doli dje, për korrektësi, doli që në një vend komplet ndryshoj ke prodhimi. Do të thotë këtë qëllimshëm është porosit në atë fabrikë që me shti edhe letër tjetër. Edhe letër tjetër. Letër tjetër. E një kompanie certifikume ndërkombëtarisht që ka garancionet sigurisë, mi ndodh ky gabim teknik, unë nuk muj me pranu që të shpjegoj. Nëse e sheh mënyra që është kontraktu tenderi për këtë zgjedhje, ka qenë i pa justifikueshëm në aspektin publik edhe ligjor. Tenderi është kontraktuar në mënyrë jo të hapën, e nuk ka pas nevojë se nuk ka urgjente, zgjedhjet lokale dihen gjithmonë 4 vjet, tash dihet që mas 4 vjet e kemi zgjedhje lokale. Pse na presion shpejt me procedurë të negociuar tenderimit. Domethënë kjo është edhe kjo hedh dyshime të mëdha këtu tash. Edhe për këtë do të më dhon llogari dhe përgjegjësi KQZ-ja, diçka që dihet që ka ndodhur mas 4 vjet, pse ti pe vjen momentet e fundit për me bo kontraktimin në një mënyrë që ligji e lejon vetëm situata emergjente. Nuk ikon emergjente zgjedhjet lokale. Kjo është e para. E dyta, edhe ato që i përmendi qëndrimi aspekti teknike këto mu mbojnë dyshoj që mu knohet vetëm me shpjegimin ti. Jo, është hera e parë që po ndodh kjo, tash u shkriju pak një farë mjegullnoje se edhe në Gjakovë është pak a shumë një rast pak si izolume dhe vetëm qytetin e Mitrovicës, pse pikërisht në to 2 qytete dhe pse ky gabim teknik nuk është shpërndarë në mënyrë proporcionale në gjitha qendrat e votimeve në Kosovë. Pikërisht në qytetin e Mitrovicës ku situata është shumë më delikate në aspektin politik, na kemi pa ta shumë po flas vetëm politikisht, domethënë kemi pa një interesim e një impendim të jashtëzakonshëm të Albin Kurtit në qytetin e Mitrovicës, se ka konsideruar betejë finale jetësore për shkak të narracionit të tij politik dhe shihet që e ka shpall si qëllim metaforikisht po shprehen për jetë vdekje për karrierën e tij politike për shkak të zhvillimeve dhe që lidhen me pjesën veriore. Dhe humbja në qytetin e Mitrovicës shihet qartë që ka qenë do të ishte një goditje kryesore në këtë narracion, në këtë narracion edhe në kauzën e tij politike. Ai tash nëse e shet në aspektin administrativ, nëse e shpër në aspektin ekonomik, Prishtina është shumë e rëndësishme me fitu se sa qyteti i Mitrovicës. Edhe Prizreni ka buxhet më shumë, ka banor më shumë në këtë kuptim. Po kreta e interesimit i masiv, domethënë, veç për qytetin e Mitrovicës ka të bëjë për me mbajt gjallë këtë kauzë politike për me imobilizu njerëzit, edhe me mashtrime, se unë i pash dhe njerëzit qysh ka festojshin, çka thojshin aty apo kupton, ajo s'ka lidhje me realitetin. Do shta më dalë. Prokurorien ftoi gjykatat e Kosovës, hetues të Kosovës, me hetu një koleg tonin, një gazetar këtu të Prishtinës, një Astrid Gashen, i cili 5 minuta pa mbyll vend votimet, e ka cituar edhe vetë në postimin e tij, kur thot ekskluzive, kështu votoi Kosova sot. I njëjti njeri është njeri i afërt i Albin Kurtit, i cili ka ndihmuar zotërit Mexhidi në Maqedoni të fitoj votat, edhe thot, ka ditë kur vota nuk është vetëm numër por ndërgjegje. Qysh ke ky në gjendje me ditë dhe me dhënë një lajm ekskluziv se në Mitrovicë Faton Peci ka marrë 18.000 vota. Sakt me ditë ky diferencën dhe numrin. Dhe të nesërmen ky e rivërteton. Ky është pozitiv. Thot në Mitrovicë mbi 35.000 votues, nga 84.695 votues dolën në votime. Pjesëmarrje rekord që pritet t'i jap Faton Pecit fitoren me mbi 18.000 vota. Ky dështim i dytë radhazi për Bedri Hamzën dhe Memli Krasniqin në një bastion ku dikur fitoria ishte automatike. Ky do të thotë sakt e din numrin e votave sa ka me arrit. Nuk është ndaj farë gjë më dhe me ditin numrin pavarësisht votave, sepse në të kaluarën kanë qenë të dyja rreth 15.000. Po ky e ka ditë numrin sakt të 3.000 votimeve më shumë. Do të thotë ka ditën pa u mbyll kutijat.
e ka ditë pa o dalë rezultate se ky ka me dalë përpara. Edhe thot del me postim Sunja Qellova, unë e dita. Unë po mendoj se ky kur e ka ditë sa ky ka pas informatën e saktë që këta i kanë shtitë qëto votimet false. Sepse numrat cerik nuk mundet printeri mi gabu. Nuk ka shansa mi gabu. Numrat cerik nuk ka shansa mi gabu hiç. Ky kur del printeri gabim atje dhe ky e din, edhe del thot po, unë e kom ditë, edhe ka qenë pjesë protagonist për fitoret e Mexhidit, i ka promovu, i ka arsitu, ka punu në teren, ka punu gjithçka. Ky ka qenë në rreth të ngushtë Albinit për me ditë këto, dhe ky ka vetë konfirmu edhe si arritje personale, e ka thonë. Gjithashtu ka qenë më parë edhe njeri afërt i Partisë Demokratike. Ka pas indikacione edhe din se në pikën e dytë, në Prishtinë, mbi 95.000 votuese bën garën në parashikime. Rreth 28.000 votat e PDK-s janë faktorë përcaktues. Shumë prej tyre pritet të shkojnë në lëvizjen vetëvendosje, sepse ideologjikisht janë afër. Prishtina po tregon se interesi publik është më i fortë se ngjyrat politike. Koalicioni i përparim Ramës dhe Oranit e bën dallimin edhe pse sot do të dëshmohet se votuesi i PDK-s është më i madh se Orani. Parashikimi është i pamundur, por do të befasoheni. Tu ka thonë që sakt ka me votu, se ata shokët e Astritit Çoninja personalisht e di sakt që kanë votuar lëvizjen vetëvendosje në Prishtinë. Me hajni kanë votu dhe vota. Kres me hajni kanë vjetë. Ku bazoni jo? Bazon se janë orë pej kryeministri, që i thot veti kryeministër, orë pej Prishtinë, ka orë këtu të natën, të ditën a dite, me gjipa zi, vetë të ike, për dëkyja me gjipa po silën, vetë ja ka bërë veç ma zi.